Shqipëria e ka merituar statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian që në dhjetor, ndërsa tani pas 6 muajsh, me rrugtimin që ka ndjekur, marrja e statusit është plotësisht i merituar. Ky ka qenë vlerësimi i ambasadorit italian Massimo Gajani, i bërë nga qyteti i Shkodrës, ku theksoi se Italia ka qenë dhe është pro marrjes së statusit. L'Italia riteneva che già in dicembre Italia besonte që në dhjetor se Shqipëria meritonte statusin. Besojmë se rruga e bërë që atëherë ishte pozitive dhe sot natyrisht kjo njohje është më e merituar. Ndërsa në lidhje me trafikimin e lëndëve narkotike nga Shqipëria në drejtim të Italisë, ambasadori Gajani u shpreh se kjo tregon se aksionet e policisë funksionojnë. Il fatto che ci siano i sequestri vuol dire che Fakti që ka sekuestrime do të thotë që aksioni i policisë funksionon. Natyrisht është një shenjë pozitive dhe shpresojmë që të vazhdojë ky aktivitet dhe të jetë më efikas, për të ndëshkuar një fenomen që dëmton vendet tona dhe Europën. Pyetjes së gazetarëve për grevat që po zhvillohen, ambasadori italian u përgjigj se ato janë një e drejtë e gjithë secilit për të manifestuar, por qëndrojnë të ndara nga rrugtimi evropian. Këto deklarata ambasadori italian Massimo Gajani i bëri ndërsa mori pjesë në festën e Italisë në Shkodër, organizuar në konsullatën e nderit në këtë qytet.